Çdo vit, më 11 korrik, Bosnia e Hercegovina përkujton gjenocidin në Srebrenicë me gjenazën kolektive në qendrën memoriale në Potočari, ku varrosen viktimat e identifikuara së fundmi. Këtë vit, mbetjet mortore të 10 viktimave të identifikuara së fundmi do të varrosen gjatë ceremonive, ku pritet të marrin pjesë mijëra vizitor nga Bosnia e Hercegovina dhe vende të tjera. Në vitin 2024, Ansambleja e Përgjithshme e OKB-s shpalli 11 korrikun, ditë ndërkombëtare të reflektimit dhe përkujtimit të gjenocidit të vitit 1995 në Srebrenicë, duke forcuar mëtej përpjekjet ndërkombëtare për ruajtjen e kujtesës së viktimave. Një vit pas hapjes së tij, Muzeu i Gjenocidit të Srebrenicës, i mbështetur nga Turqia, është shndërruar në një nga hapësirat më të rëndësishme të kujtesës dhe edukimit brenda qendrës memoriale Srebrenicë Potočari. Muzeu ruan dhe përcjell kujtimin e më shumë se 8.000 viktimave bosnjake të gjenocidit të kryera nga forcat serbe, përmes artefakteve autentike, dëshmive të mbijetuarve dhe ekspozitave multimediale, i vendosur në ndërtesën e ish fabrikës së baterive në Potočari, ku mijëra bosnjak kërkuan strehim pas rënjes së zonës së sigurt të shpallur nga OKB-ja në korrik të vitit 1995. Muzeu ofron një rrëfim kronologjik të ngjarjeve tragjike. Projekti për ndërtimin e muzeut u inicia në vitin 2021 nën patronazhin e presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ndërsa realizimi i tij u financua plotësisht nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim, TIKA.